Ngjarja e rënë që tronditi drejtësinë shqiptare më 6 tetor, ku gjyqtari Astrid Kalaja u vra me armëzjarri në sallën e gjykatës së apelit, është zbardhur në detaje nga hetimet e policisë dhe prokurorisë së Tiranës. Sipas dosjes hetimore, rreth orës 15:38, gjatë seancës me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, autori Elvis Shkambi qelloi 3 herë ndaj gjyqtarit Kalaja, menjëherë pas shpalljes së vendimit. Më pas ai hapi zjarr dhe ndaj palës tjetër në proces, Ragip dhe Ervis Kurtaj, duke i plagosur të dy. Nga vëzhgimi i kamerave të sigurisë, xhaxha i tij Gjon Shkambi nuk ka kryer asnjë veprim për të ndaluar nipin e tij, çka ka ngritur dyshimet se ai ka qenë në dieni të planit për ekzekutimin e gjyqtarit të çështjes në rolin e shtytësit ose të ndihmësit. Për këtë arsye, ai është arrestuar nga uniformat blu, duke ju komunikuar e njëjta akuzë si nipit të tij, Elvis Shkambi, i cili tërhoqi këmbëzën e pistoletës. Vrasja e funksionarëve publik e kryer në bashkëpunim, vrasja në rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave, e mbetur në tentativë dhe e kryer në bashkëpunim. Hetimet kanë nxjerrë zbuluar dhe nivelin e ulët të sigurisë në gjykatën e apelit. Pas verifikimeve të kamerave të sigurisë, rezulton se xhaxha dhe nip kanë hyrë në ambientet e gjykatës rreth orës 13:42 përmes pajisjes skaner, e cila ka sinjalizuar prezencën e metaleve duke ndezur dritat e kuqe. Por punojnësi i sigurisë Banush Goxhaj, i cili kishte për detyrë të ushtronte kontroll për ndalimin e futjeve të sendeve të palishme në ambientet e gjykatës, ka qëndruar i ulur në karrige dhe nuk ka kryer asnjë veprim, si dhe nuk ka marrë asnjë shënim në librin e protokollit, ku duhet të evidentohen të gjithë personat që hyjnë dhe dalin nga ambientet e gjykatës. Kjo neglizhencë, sipas prokurorisë, i mundsoi autorit të fuste armën në sallë. Bazuar në këto të dhëna, u lëshua dhe një urdhër arresti për punojnësin e sigurisë në shpërdorimin e detyrës. Pas krimit, Shkambi doli nga salla dhe ja dorëzoi armën një punojnësi të gjykatës përpara se të neutralizohej nga policia në oborrin e godinës. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e krimit, 3 fishek dhe pamjet filmike që dokumentojnë gjithë ngjarjen. Sipas burimeve hetimore, provat tregojnë se Shkambi e kishte planifikuar ekzekutimin, ndërsa hetimet për zinxhirin e përgjegjësive institucionale vijojnë.